Atëherë, le të themi në një kohë të largët, muaj më parë, dy kapitenet të shtëpisë ose dy lideret e dy grupeve taboreve, kësaj radhe u përplasën. Nuk di nëse ka qenë pak arsye edhe nominimi që të dytë kanë qenë, por këto akuzat të cilat i ka bërë Ludo për Hygertën, xheloze, dark energy, ishte si një atakim më shumë apo vetëm një analizë jotja? Alaudin lider ky. Lëra man të flasë. Una? A pyte mua Aladin? Juve të dëve, kush do me marrë fjallën e pari nëse e gentleman Alen Hygertës? Okej, nëse Hygertë. Jo, duat, sepse a i ka akuzuar edhe duat t'ja dëgjoj pak argumentin që ka. Se nuk ka argument vetëm hedh fjallë në ajër. Ja. E, Hygerta, Shumë bukur po duke, shtash po shofer. Shumë falemderi. Më thanë gocat e grimit që je dukur shumë serioze edhe nervoze edhe më kam bërë më cute sot. Shumë bukur. Hajde, Ludo, në argumento pak. Po, une seriozisht jam habit me sjelljen e saj, sidomos besoj se e kam respektu shumë, edhe e kam respektu në atë mënyrë se senet që po thamë i tregoj ki edhe analizët se i bajk janë konë shumë të sakt, po shkam ka habit se kjo me të vërtet sa ma mirë me ta nuk pëmrishi kursen, kjo s'di. Po qëfar sjellje sajt ka habit? Sjellja sajt ka habit, dini të nominimi edhe të sjellja treshi për sheshi, des për më këthyja pet të treshi për sheshi, vunë që është emocionalisht hala të Eliona dhe të Klodi afer, dhe atëherë një shka dhe një gjuhët Ludos, këshim e morë pika të treshi për sheshi. Po qëka të ka gjuhë ty? Në qëfar aspektit e ke pa që Hygertat pas ka atakuti? Që ta kam pyjtë edhe vetë vetën se qëfar aspekti, por nuk e kam kuptu pse, por një di se e ka një farë gjelozi shumë të mrençme, një dishka shumë interesant. Argumento pra këtë gjelozin. Por, e pove në klip, unë është... Jo, më argumento, se të thua je gjeloze, do të thotë e bazon në 1, 2, 3 fakte, ose në një loj analize që ke bërë ti. Loj analize ku na... Po, nuk po shoh as analizë, as fakte, ti vetëm thu është gjeloze. Në regull, na ku e banë në matë lojën barë se u dashtë zbashku 2 pensionista, se u dokshmi si 2 pensionista, kem kalu shumë... Dyje të bukur, ha? Dyje të bukur, kem kalu shumë fane, kam respektu në maksimum, se kish shef me fitu sfidën, edhe po ndreshin. Vetëm u kisha shef me fitu sfidën? Të dy bashkë. Ma jo dhe po jo, po kjo shumë në bashkëpunim. Edhe parë se e kish një farë shumë i nati të ranë Gaj Albes, edhe që asum ka pëlqy dini, e ka majtë normal se që shi majtë senet, edhe në kohë në durja kam të regu, edhe besoj jam 100% i sakë që e ka gjelozin shumë, edhe për ka pjesa burit i kërkoj falje, se për në me dola gabim, por më ka thonë se të lyp dashni të vërtet, se u konë me një toksik... E ku po lyp dashni në Big Brother aty? Toksik 6 miliard, toksik 6 miliard njerëz e kanë po Big Brother, do den ashta naj kush se i pilqen edhe hygi, sa o feme në bukur. Mirë, e te a jetë të lypë në i sana jo? Jo, në regull, jam faleminderit.